Në veri të vendit janë shfaqur rastet e para të prekura nga sëmundja rrezikshme ngjitëse murtaja e ruminantëve të vegjël. Fermerëve në mbar vendi nuk kërkohet të kufizojnë lëvizjen e kafshëve në tregje dhe në rast të simptomave si temperaturë e lartë, inflacioni i syve, diare apo ngordhje papritur, të kontaktojnë menjëherë shërbimin veterinar. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Veterinarisë Adila Kojdeli thotë se murtaja e timtave është shqetësuese pasi shkakton dëm të madh ekonomik për fermat që mbarshtojnë dele dhe dhi. Kojdeli flet edhe për simptomat. Kemi pas raste të para pozitive të sëmundjes së murtajës së ruminantëve të vegjël, që janë delet edhe dhit. Është një sëmundje virusale që transmetohet shumë shpejt nga kafsha te kafsha, por lajmi i mirë është që nuk është zoonoz që të transmetohet te njerëzit, nuk ka problem për shëndetin e njerëzve, por shkakton dëm shumë të madh ekonomik për fermat bletorale që mbashtojnë të imtat, dele edhe dhi. Është sëmundje virusale, kur ka shenja tipike të sëmundje virusale që janë temperatura të larta, rrjedhje nga undët edhe nga sytë, diare të fortë, si dhe lezionet e pjesa e gojës dhe hundës. Janë tablo e dukshme nga fermerët. Kreu i Agjencisë së Veterinarisë në Vlorë Adila Kojdeli u bën thirrje fermerëve që mbarshtojnë të imta të njoftojnë veterinerët sa më shpejt nëse hasin në kontaktin e këtyre simptomave, ndërsa këshillohen që të marrin masa të kufizimit të lëvizjes në ferma dhe tregje. Rajoni i Vlorës sipas Kojdelit është i pastër, por jo imun nga kjo sëmundje. Bëj thirrje gjithë fermerëve që mbashtojnë të imta dele dhe dhi të sa të bjen në kontakt me këtë tablo shenjash që unë përmenda, duhet patjetër të njoftojnë veterinerin për të marrë kampionët e duhur dhe për të çuar për analizim, pasi sa më shpejt të jemi në kontakt të këtyre shenjave, aq më shpejt do bëjmë dhe parandalimin e parapjes së sëmundjes, duke marrë masat e kufizimit të lëvizjeve nga ferma në ferm, kufizimin e lëvizjeve nëpër tregje. Aktualisht në Vlorë, rajoni i Vlorës është i pasur nga kjo sëmundje, por edhe pse nuk kemi rast të shfaqur në këtë rajon, rreziku është shumë i madh, pasi nuk ka një distancë të largët nga Shkodra e nga Dibra me rajonin tonë që vete deri në Rrogozhin. Por për momentin thirrja drejqave mendjes është për veterinerët dhe për fermerët së bashku mos të bëjnë asnjë lëvizje pa kafshë pa certifikat shëndetësore të lëshuar nga veterineri, pa qenë kafshë të matrikulluara, pasi është një rrezik shumë i madh parapja e kësaj sëmundje që po e përsëris është sëmundje virusale ngjitëse që transmetohet shumë shpejt nga kafshët e kafshët dhe duke shkaktuar ngordhje masive të tufave dhe dëm të madh ekonomik. Ajo është me një patogjitet shumë të lartë, po u fut në tufë, prek gati të gjithë tufën. Rastin kemi pasur shtetin Fqinj vjet në Greqinë, kur tufat të tëra janë eliminuar, se pasi rezulton pozitive në një tufë, ne jemi detyruar të eliminojmë të gjithë tufën. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Veterinarisë thekson se kjo sëmundje nuk përbën dëm për njerëzit, apo thënë ndryshe për shëndetin publik. Jo, nuk është zoonoz, nuk transmetohet te njeriu, nuk bën problem për shëndetin publik, por shkakton dëm shumë të madh ekonomik për fermerët.